Për sa i përket subvencioneve, mënyrës dhënies e gjitha, zotnia fermeri ka shumë drejt. Do të bësh një dosje, sikur do marrësh kredi në bank për të marrë 200.000 lekë naftë. Ndërkohë që ka mënyra shumë të thjeshta me zero shpenzime. Pse pikërisht kjo lloj procedure që ju konsideroni kaq të vështirë ose të ndërlikuar? Pse bëhet kjo? Bëhet e qëllimt? Ja po e shpjegoj. Bëhet sepse edhe tani që doli ky 10% që është një masë mirë që fermerët në rast se kanë shitur dhe zotërojnë faturën, në herën 6 muaj do marrin 10% të vlerës faturave të mallit që kanë shitur. Po duhet bësh një kërkesë me shkrim këtë tatimet, gjithmonë duhet të shkosh te subjektiviteti i nënpunësit publik apo i atij patronazhistit administratës, sepse në momentin që është fatura elektronike ti nuk ke as të bëj kërkesë fermeri, as ke pse t'ja abonosh 6 muaj. Sa ai do naftën kur mbjell tokën, e do t'ja jep traktorit kur është duke kryer punimet. Tek ne nafta jepet 8 muaj mbrapa se janë kryer punimet. Këtë stil vazhdojnë. Nuk duan më vëlla ta animojnë bujqësinë, sepse ti e ke faturën elektronike, fermerit ja kalon lekët direkt llogari bankare në momentin që ke faturën në sistemin tatimor. Edhe te kjo tregut, kjo është problem shumë i rëndësishëm, eliminimi i krizave të tregut.